Si bat njeti për agjerim edhe nëse harojmë të bëjmë njetë, si të veprojmë. Loja parë, njeti bat me zemër, në shpirt edhe në mendje. Nuk ka nevojë me shqiptu fjalë të caktuara. Përderisa ti qoshin syfër ditën e parë apo natën e parë të Ramazanit, qosh syfër edhe përgaditesh psikikisht prej sot je përgadit me agjeru mas një jave, që kjo një jetë. Andaj nuk ka nevojë me thonë fjalë të caktuara, kam haru me thonë këtë fjalë, kam haru atë fjalë. E rëndësishme me hyj ditës me njetën që ki ma agjeru. Kjo është e rëndësishme. Tjerat pasaj nuk janë shumë të rëndësishme. Çdo nata duhet me pas këtë bindje, jo, në fillim të Ramazanit, ti e ki bindjen që ka me kry kretë Ramazanin, elhamdulillah. Përveç nëse ndodhë që e prish Ramazanin për x arsye, 1, 2, 2, 3, pasaj kur t'ja nis, dhe më dhamë përsdyti me agjeru, prap me këthy të njetin njetë, se ti e ke pas njetin me agjeru, pasaj e ke bon njetë mës me agjeru, 2-3 ditë saktume për një sebeb, pasaj prap e bën njetin me agjeru ato ditë që të kanë met, prap e njeti është të shpirtit, të zemrat, të bindja, nuk ka nevoj për fjalë ekstra të caktuara. Kjo e me kuptu se Islami është i lehtë dhe nuk i komplikon situatën.